që nga pjastra për flokët dhe truku i përheshëm, deri tek teknologjia lazer në dekadat e fundit, femra dhe mirëqenia e saj janë protagonistë të shumë shpikeve që kanë kontribuar për ta bërë më të thjeshtë kurrën e bukurisë. Ideja që një person ka për trupin ndikon në mënyrë të dukshme në sferën psikologjike, dhe kjo vlen në mënyrë të veçantë për gjinin femër. Ja disa prej pajisjeve të shpikura ndër vite për femrat. Pjastra për flokët. Versioni i parë i saj ka qenë në vitin 1906, kur Simon Monroe krijoi një pajisje me 7 dhëmbë metalik që krihnin flokët duke i shtrirë. Por sot ka evoluar shumë dhe është një pajisje elektroshtëpiake që shërben për të modifikuar strukturën e flokëve nëpërmjet nxehtësisë. Tharsja e flokëve. Versioni i parë i saj u shpik më 1920 në Wisconsin. Idea fillestare ka qenë bashkimi i ajrit që dilte nga fshesa që thith plurat me një motor fluratori. Tharset e para ishin të rënda dhe pak të menaxhueshme, por ishin padyshim të nevojshme. Solari. Në fillim, llampat me reze ultraviolet përdoreshin për qëllime mjekësore, por në vitet 70 filluan të shfrytëzohen për të krijuar modele të nxirra nga rezet për qëllime të rësisht estetike. Testi shtatzënisë. Janë dashur mjaft studime e shumë tentativa, por sot testet janë të besueshëm dhe të shpejtë. Në vitet 80 u shfaqën testet e para të drejtpërdrejta, ndërsa në vitet 90 u futën ato me enzima indikatore. Tashmë janë edhe me ekran digital. Depilatori elektrik. Në treg doli më 1986 një aparat i vogël që heq menjëherë shimet deri në rënj. Depilimi mekanik bëhej edhe me dorë, me piskatore apo edhe me një fill peri, por është një lëvizje mjaft e ndërlikuar.